vazhdon dita e dytë e summitit Power to HR 2026, i organizuar nga platforma më e madhe e punësimit në vend, Kosova Job, në kuadër të edicionit të 4. Sot është dita e dytë e Power to HR, summitit më të rëndësishëm për burime njerëzore që organizohet në Kosovë, mendoj edhe në rajon. Për ne si kompani është shumë e rëndësishme të marrim pjesë në aktivitetet e tilla. Ne si Anem Real Estate jemi e vetmja kompani nga sektori i patundshmërive të cilët jemi prezantuar në këtë summit dhe është një eksperiencë e mrekullueshme, një lidhje shumë e mirë me të gjitha kompanitë tjera pjesëmarrëse dhe me të gjithë ata që i përkasin industrisë Human Resources, për shkak që edhe ne si kompani bëjmë shumë në mbledhjen e talenteve të reja dhe mendoj që nëpërmjet këtij summiti mund të arrijmë shumë më lehtë tek këto talente dhe tek rritja e kualitetit të punës sonë. Është një përzierje shumë e mirë e aktiviteteve edhe edukative dhe aktiviteteve, bisedave të ndryshme, paneleve të cilat na ngrisin shumë profesionalisht gjithë neve të cilët i përkasim këtij sektori. Amazing. My first time in Kosovo, totally surprised. Coming to an event that's called Power to HR. Not nice to HR, no kindness, it's powerful. I really feel the power in this event and I feel the power in Kosovo. Very surprising place. I never expected anything like this. The talent, the dedication, the desire to make things happen is not something that you usually see in the rest of Europe. Really powerful, really impressed, and I really sense that here, the future is now. I love this place, highly recommend. Power to HR, Kosovo, the place to be. The first time I'm here at Power to HR conference this year, and it's absolutely amazing. Yesterday I did a masterclass on motivating teams, and it was amazing to see the energy in the room and how interested the people are. And in addition to this, if you walk around the summit itself, there is so much knowledge, so much exchange, and so much power in the knowledge sharing. There are so many opportunities to hear, learn, network, and connect across the region, but also globally. I strongly believe that Power to HR is growing to become the hub of the HR knowledge for the region and beyond. Eksperienca ka qenë e mrekullueshme. Kom qenë për evente që si summita në krejt botën, edhe po befasona për smiri çfarë organizimi o bo këtu në Power to HR. Jem koneftuar edhe si speaker, edhe ka qenë vërtet në nder edhe privilegj më konë pjesë e Power to HR. Talenti që është këto, domethënë kanë mri me organizu njerëz të shqiptar të suksesshëm rreth botës, edhe vendore, po edhe të kujt që kanë ardhur veç me jap eksperienca dhe mendimet e tyne, edhe kanë qasje direkt në njerëz që nashta përmes LinkedIn-it apo në mediume tjera nuk i kthen përgjigje apo diçka që ashtot. E kanë këto direkt njohuri për njerëzve që janë për momentin këç në botën e teknologjisë, krejt botën, të jap këshilla, informata se çish është të funksionon sot, po dhe çish do të jetë bota e biznesit e teknologjisë në të ardhmen. Eksperienca jonë për herë të parë unë po marr pjesë në këtë event. Mendoj që ja vlen shumë një takim i tillë për me prezantu shërbimin ton, biznesin ton, çish e përfaqësojmë dhe çka bëjmë tek bizneset tjera, bashkëpunime të ndryshme me klient, me bashkëpunëtor. Besoj që gjithçka është nivelin e duhur.